Si të pasurit po zhvendosen fshehurazi në Dubai. Ky është Dmitri Rolv, edhe ai është një miliarder nga Rusia. Dmitri bëri disa investime të mira dhe shiti 2 kompanitë e tij të plerave për një shumë të madhe parash, e cila përfundimisht u zhndrua në një pasuri prej 11.4 miliard dollarësh. Ai vetëm po bëhet i pasur, vetëm në vitin 2023, ai arriti pasurinë e tij neto me mbi 1 miliard dollar. Por tani, si të gjithë miliarderët rus, Dmitri ka një problem të madh: sanksionet. Perëndimi filloi të godas pasi Putin pushtoi Ukrainën, por ata nuk po përpiqen vetëm të mbysin qeverinë. Vendet perëndimore kanë goditur me sanksione mbi 100 nga njerëzit më të pasur të Rusisë dhe kanë ngrirë rasetet e tyre. Për më tepër, Putini tani po u thot miliarderëve të tij që të vënë patriotizmin para fitimit. Pra, natyrisht, njerëzit më të pasur në Rusi po bëhen shumë nervoz. Miliarderët rusë që arritën të shpëtonin për pak sanksionet, si Dmitri, nuk do të rinë ulur dhe të rrezikojnë të humbasin gjithçka. Por për fat, ai ka një plan narratisje. Shihni, ndërsa çdo vend tjetër po i mbyll njerëzit si ai, ka një vend që po mirëpret miliarderë si ai me krah hapur: Dubai. Dubai është ikja perfekte për 0.001% të botës. Gjithçka që duhet të bëni për të marrë një vizë në Emiratet e Bashkuara Arabe është të investoni të paktën $500 në pasuri të paluajshme, gjë që nuk është shumë e madhe për dikë si Dmitri, i cili vlen 22 herë më shumë. Pra, ai bëri atë që do të bënte çdo miliarder i arsyeshëm dhe investoi paratë e tij në një prom prej $29 milion atje. Ishte një bilet me një drejtim për të rritur dhe mbrojtur edhe më shumë pasurinë e tij. Dhe ai është larg nga i vetmi që ka bërë lëvizje në Dubai. Tonelata miliarderësh të tjerë rus kanë bërë të njëjtën gjë. Biznesmeni Albert Addan zotëron 2 prona në Dubai me vlerë $19 milion dhe Pavel Durov, themeluesi Telegram, jeton prej vitesh në Dubai. Por nuk janë vetëm rusët e pasur ata që po ikin në Dubai. Miliarderë nga gjithë bota kanë vënë flamurin e tyre në Dubai. Në fakt, ka shumë njerëz të pasur që lëvizin në Dubai tani, saqë thjesht nuk ka furnizim të mjaftueshëm për të përmbushur kërkesën luksoze në qytet. Atyre fjalë për fjalë po mbaron hapësira. Si shta një manjati i pasurive të paluajshme në Dubai, Dubai është një qytet shumë i vogël. Ne kishim rreth 5.000 milionerë të shpërngulur, edhe nëse tregu rrëzohet dhe vetëm 2.500 milionerë lëvizin këtë vit. Ne nuk kemi hapësirë të mjaftueshme ose shtëpi të mjaftueshme për ta njerëz, dhe nuk duket se kjo do të ngadalësohet së shpejti. Por pse të pasurit të dynde në Dubai? Qëndroni të sintonizuar, abonohuni për më shumë dhe le të hyjmë në të. Në 2 dekadat e fundit, Dubai u kthye nga një fshat i vogël peshkimi në buzë të shkretë të Tirës në një nga qytetet më ikonike në botë. Seriozisht, Dubai 50 vjet më parë është krejtësisht i panjohur nga metropoli i zbukuruar që të gjithë e njohim sot. Kjo ishte lagja Deira e Dubait pak më parë, dhe kjo është se si duket e njëjta zonë sot, pas rreth 50 vitesh. Dhe ky zhndrim nuk ishte rastësisht. E gjitha ishte pjesë e planit të madh një djali i quajtur Sheikh Rashid. Sheikh Rashid është një arsye e madhe pse Emiratet e Bashkuara Arabe ekzistojnë edhe sot, sepse ai ishte një bashkëthemelues i marrëveshjes që themeloi vendin në vitin 1971. Familja e Sheikh fitoi rëndësi për kthimin e qytetit Dubait në një qendër tregtare lokale në vitet 1930. Dhe duke sunduar mbi këtë zonë, ai vazhdoi atë trashëgimi gjatë mbretërimit të tij. Por ishte ai që e çoi atë në një nivel tjetër, pasi një rezervë e madhe nafte u zbulua në Dubai. Sheikh Rashid e dinte se ky vend kishte potencialin të bëhej gjëja tjetër e madhe. Ndryshimet e vërteta të mëdha filluan kur prodhimi i naftës porritej në vitin 1971. Kompanitë, si në tokë ashtu edhe në det, po prodhonin mjaft naftë dhe të ardhurat nga kjo po përhapeshin përreth. Ai donte të vendoste Dubai në artën ndërkombëtare, krahas vendeve si New Yorku, Londra, Parisi apo Tokyo. Në atë kohë, ideja dukej krejtësisht e çmendur, sepse me qytete si New Yorku u deshën qindra vjet për të arritur vlerësimin e tyre botëror. Për më tepër, lindja e mesme në atë kohë nuk ishte saktësisht vendi i parë në mendjet perëndimore kur ata mendonin për vendet e pushimeve. Por Sheikh Rashid ishte i vendosur. Ai filloi të investonte në infrastrukturën e qytetit,
shumë kohë me synimin për të modernizuar gjithçka. Ai ndërtoi një aeroport ndërkombëtar për të rrequr vizitorë nga gjithë bota. Kjo është paqe dukshme në zhvillimin e Dubai International, i cili ka evoluar nga një pistë ajrore e vogël që u shërben disa linjave ajrore në një port globale për 130 linja ajrore që renditet ndër aeroportet më të mira në botë. Por ndoshta gjëja më e rëndësishme që ai bëri ishte ta bënte Dubain pak më të moderuar, pak më perëndimor. Vizitoni Dubain sot dhe padyshim ndihet si një vend islamik, por një vend islamik aq perëndimor sa për t'i bërë perëndimorët të ndihen rahat. Ai arriti për te ëndrave të tij më të çmendura. Në vetëm disa vjet, njerëzit kaluan nga udhëtimi rreth Dubait mbi shpinën e deveve në kalërim nëpër autostradat e qytetit me makina sportive. Dhe sot, Dubai është një nga destinacionet kryesore në planet. Toka dikur djerë, tani është shtëpia e gjërave si ndërtesa më e lartë në botë, ishulli më i madh i krijuar nga njeriu dhe shumë më tepër. Ishte plot 110. Papritur, kushdo dëshironte të ishte në Dubai. Ai disi u bë Las Vegas i lindjes së mesme. Dubai është kthyer në një nga vendet më të rejse në tokë, për të pasurit ultra të pasur, sepse e vërteta është se jeta si miliarder në vendet si Mbretëria e Bashkuar, Kina dhe Rusia mund të jetë vërtet e vështirë. Te të pasurit atje e dinë se në çdo moment një gjykatës thjesht mund të nënshkruajë një cop letër, të marrë të gjitha gjërat tuaja dhe t'ju hedhë në burg. Ju po paguani taks 50%, po kufizojeni gjithnjë më shumë dhe ju duhet të paguani taksa edhe kur jeni qytetar, pavarësisht se ku jetoni në përbot. Si mund ta quash atë kapitalizëm kur qeveria merr gjysmën e asaj që bën ti? Pra, kjo është gjëja e parë e mrekullueshme për Dubain. Vendi dëshiron që ju të krijoni pasuri, ata duan që ju të mbani pasurinë tuaj në Dubai. Qeveria nuk merr asgjë. Nuk I intereson. Ju mund të bëni gjithçka që dëshironi, të hapni biznesin tuaj, të punësoni sa më shumë njerëz që dëshironi, të hapni një zyrë kudo që dëshironi, nuk nevojiten leje për shumicën e gjërave. Në SBA, nëse doni të hapni një biznes të ri, keni nevojë për leje kudo. Në Dubai është vetëm një agjenci specifike ku ju duhet një leje, një licencë dhe më pas të hapni biznesin dhe filloni të bëni miliona dollar. Kjo është ajo që njerëzit të riqen. Pra, për milionerin ose miliarderin që ka nevojë për një nxitje egoje, Dubai ka gjithçka që mund të kërkoni. Një gjë që unë e vlerësoj shumë për Dubain është se është e lehtë të krijosh realitetin tënd. Ajo që dua të them me këtë është se Dubai është fjalë për fjalë një vend ku mund të jetoni çfarëdo lloj jete që vërtet dëshironi. A doni të merrni me qira një vilë për $100,000 në muaj? Ju mund ta bëni këtë lehtësisht. Thjesht shkoni në propertyfinder.e dhe gjeni vilën më të shtrenjtë në Palm. Dhe kjo do t'ju kthejë lehtësisht $100,000 në muaj ose më shumë. Por nëse doni të jetoni një jetë më normale, ndoshta keni një punë normale dhe dëshironi të përpiqeni të kurseni disa para, mund ta bëni edhe këtë. Ju mund të gjeni një apartament të këndshëm në studio për vetëm $1,000. Pra, ju mund të jetoni një jetë super ekstravagante ose mund të jetoni një jetë super normale. Dhe se ekspozimi ndaj skenarëve të ndryshëm është një gjë që unë e vlerësoj vërtet për Dubain. Dubai thjesht do të thithë të gjithë paratë tuaja. Ka shumë gjëra për të bërë. Ka shumë restorante Michelin, restorante me 5 yje. Mund të bëni ski jet, mund të shkoni në shkretir. Doni të shkoni në Burj Khalifa, doni të shkoni në Burj Al Arab për të lundruar dhe shpenzuar $5,000 ose $10,000 për një drek. Ju gjithashtu mund ta bëni atë. Pra, nëse nuk jeni shumë të kujdesshëm, mund të futeni lehtësisht në probleme me paratë, sepse ka shumë gjëra për të bërë, dhe nëse nuk keni pak disiplinë me paratë tuaja, është shumë më lehtë të futeni në këtë ekonomi me përvojë që është në të vërtetë Dubai. Dhe ata ende po vinë me gjëra të reja për të rrequr turistët dhe të pasurit gjatë gjithë kohës. Vetëm disa vjet më parë, Dubai theu rekordin botëror për të pasur pishinën më të thellë ndonjëherë, në 200 këmbë të thellë, për t'u dhënë vizitorëve një përvojë të veçantë të simuluar zhytje. Është befasuese. Ata kanë ambientet më të mëdha të brendshme në botë. Gjithçka, po. Ata fjalë për fjalë e bëjnë. Ju mund të shkoni për ski brenda atje. Ju mund të skijoni në një mal që ata kanë ndërtuar brenda. Po, në thelb është e ngjashme me ndërtimin e një plazhi të brendshëm në Antarktidë. Nuk ka kuptim pse do të ishte atje, por është atje. Dhe gjithashtu,
si ju mund të bëni zhytje me Skuba në qendër tregtare, si fjalë për fjalë zhytje në Skuba, mund ta bësh çdo gjë atje, pak a shumë. Pra, me të gjitha këto gjëra jorse dhe stimuj financiar, Dubai tani ka mijëra milioner, qindra multimilioner dhe 13 miliarder të ndryshëm që tashmë jetojnë në qytet, që ne i dim. Dhe më shumë prej tyre po vërshojnë në qytet çdo ditë. Disa prej tyre janë legjitim, por disa prej tyre nuk janë. Nga njëra anë, Dubai njihet si kjo parajs e pasur, por nga ana tjetër, është bërë i njohur edhe si një parajs e pastrimit të parave. Dubai është një alat i ngushtë i vendit tonë. Tregu i saj pasurive të palueshme thuhet se është bërë një parajs për pastrim parash. Mendoni për këtë. Ju i keni bërë parat tuaja në një mënyrë të skicuar dhe tani duhet i lani në mënyrë që askush të mos e di se nga kanë ardhur ato para. Por nëse përpiqeni të shpenzoni një mori parash të ftofta dhe të forta për makina të bukura ose pasuri të palueshme në Amerikë ose në Mbretërinë e Bashkuar, do të vijeni në pyetje. Do të futesh në listë dhe të ndjekin, por në Dubai nuk do ta keni fare këtë problem. Në fakt, është krejt e kundërta. Në Dubai, ata nuk do t'ju bëjnë asnjë pyetje. Ata nuk do t'ju pengojnë me dokumente të pafundme për t'u siguruar që parat tuaja janë të lishme. E gjithë ajo që ka rëndësi është nëse keni para. Nëse e bëni këtë, prona është e juaja. Dhe ashtu si kjo, ju lekt mund t'i ktheni miliona dollar të palishëm në një pjesë shumë të lishme të pasurive të palueshme, gjë që e bën atë vendin e përsosur për të pastruar parat e pista, dhe shumë njerëz kanë përfituar prej tij. Indeksi i fundit i perceptimit të korrupsionit zbuloi se Dubai është bërë një qendër aktive globale për pastrimin e parave, ku të korruptuarit dhe kriminalët e tjerë mund të shkojnë të blejnë prona luksoze pa kufizime. Fundi i citatit. Dhe shumë vende tjera pajtohen. Kurdoherë që keni një treg të errët të pasurive të palueshme luksoze, me mungesë kontrolli regulator, ju në fakt po bëni një zgjedhje për të mbështetur korrupsionin zyrtar, krimin transnacional dhe dhunën politike. Emiratet e Bashkuara Arabe madje janë futur në një listë të notave kundër pastrimit të parave, sepse ato thjesht nuk po përpiqen mjaftueshëm për ndaluar pastrimin e tyre. Dubai është etiketuar një vend shumë i sigurt, ndoshta jo nga mediat kryesore në Perëndim, por është një vend shumë i sigurt. Dhe kështu, nëse bëni diçka që nuk është e sigurt, si për shembull, nuk duhet të vini këtu dhe të prisni të grindeni, ose nëse po përpiqeni të sillni drogë në vend, thjesht mos e bëni. Kjo është një gjë në të cilën Dubai është shumë e madhe. Ofrimi i sigurisë për gjithë qytetarët, gjë që unë e vlerësoj vërtet. Pra, ju e dini, thjesht mos u përpiqni të bëni ndonjë marrëzi. Në thelb, mos vidhni, mos provoni të merrni drogë, mos pini në rrugë, jeni të respektueshëm për të gjithë, por nëse nuk jeni, nëse po përpiqeni të njollosni imazhin që Dubai po përpiqet të tregojë, ju gjithashtu do të ndërshkoheni shumë rënd për këtë. Dhe kjo është gjithashtu arsyeja pse ky vend është kaq i sigurt. Kjo ndodh sepse askush nuk dëshiron të përfundojë në një burg në Dubai. Nuk e di si është, por mendoj se kam lexuar dhe të paktën mund ta imagjinoja se nuk është standardi im ideal. E dini, nëse jeni në një burg në Danimark, në thelb është një pushim me pagesë. Ju keni një televizor, mund të merrni një PlayStation, keni një shtrat të bukur dhe gjithçka. Në Dubai, ju garantoj 100% nuk do të merrni një televizor. Dhe njerëzit atje janë një thesi përzier. Do të shihni shumë njerëz të biznesit me pamje normale, por gjithashtu do të hasni shumë tipa të gjeneruar, nga të cilët patjetër dëshironi të qëndroni larg. Dëshironi të krijoni një familje atje? Ndoshta jo. A do të jetoja atje edhe nëse do të mund të kurseja në taksa? Ndoshta jo. Por për personin e dur, Dubai është parajs, dhe unë jam plotësisht i gatshëm ta vizitoj përsëri. Por pavarësisht nga të gjitha polemikat dhe anët negative, kur bëhet fjalë për Dubain, një gjë mbetet e qartë. Për sa kohë që Perëndimi vazhdon të demonizojë dhe taksojë vetë njerëzit që krijojnë në vendet e punës, bizneset që janë në fakt ato që i shtojnë vlerë shoqërisë, të pasurit do të vazhdojnë të vërshojnë në vende si Dubai, i cili thjesht do të dërgojë Perëndimin në trazira të mëtejshme dhe të mëtejshme. E vetmja gjë që Amerika kërkon është se, me ligj, Amerika është një nga dy vendet e vetme ku do t'ju taksojnë pavarësisht se ku jetoni. Prandaj nuk shihni shumë qytetar amerikan që dynden në Dubai për taksa. Dhe cili është i vetmi vend tjetër që e bën këtë? Një kombi Afrikës lindore, i quajtur Eritrea,
për cilin jam shumë i sigur se shumica prej jush as nuk e din se ku është nartë. Pra po, SBA është në shoqëri të mirë me këtë ligj dhe me perëndimin që po ecë me shpejtësi drejt taksave më të larta, më shumë rregullore dhe më shumë ligje, ndërkohë që shtypin më shumë para, ndërkohë që bëhen gjithnjë më të dëshpëruar për të mos lejuar qytetarët e tyre të largohen, nuk do ta bitesha nëse gjithnjë më shumë vende perëndimore e ndjekin së shpejti shembullin, duke taksuar edhe qytetarët e tyre jashtë vendit. Diçka e re po lansohet. Ju mund të shkoni në çdo zyrë e marr, e cila është një kompani e pasurive të paluajshme në pronësi të shtetit ose në pronësi të emirateve, dhe ata do të kenë këto plane masive të shumë qyteteve në thelb që ata po përpiqen ndërtojnë. Pra, tani ata po përpiqen ndërtojnë. Mendoj se është kazinoja më e madhe në botë apo diçka e tillë. Ata janë gjithashtu ende në procesin e ndërtimit të kullës më të lartë në botë. Dhe gjithmonë ka diçka të re që po ndodh. Për shembull, ata kanë një vizion shumë të qartë për atë që duan të arrijnë ekonomikisht në aspektin e sigurisë, të arsimit, të shëndetit për vendin, gjë që nuk është diçka që unë shoh se po bëhet në Danimark dhe në Evropë veçanërisht, por sigurisht. Në Evropë dhe në SBA dhe në perëndim në përgjithësi, ju keni këto gjëra të ndryshme prej të cilave ata përpiqen të shkojnë, por nuk është aq konkrete sa është në Dubai. Si, në rregull, në Dubai, hey, ne duam ndërtojmë me X sasi qiellgërvishtëse. E dini, ne duam të sigurohemi me strehim për X sasi njerëzish. Ne duam të sigurohemi që jemi 10 më të mirët në botë në arsim. Ne duam të sigurohemi që po riciklojmë 100% të ujit ton, dhe nivelet tona të sigurisë së ujit janë po aq të mira sa mund të jenë, ose siç janë standardet. E drejtë? Pra, ka gjithmonë diçka që ndodh në Dubai. Dhe për shkak se ekziston kjo demokraci, në thelb, ajo thjesht i bën nivelet e rezistencës shumë të ulta. Pra, ata në fakt mund të bëjnë më shumë gjëra, dhe kur jetonin në një shoqëri ku të gjithë, dhe madje si kryetarja, në thelb djaloshi, sundimtari Dubait, ku ata mendojnë shumë përpara dhe në të vërtetë po zbatojnë gjëra, kjo gjithashtu ju bën diçka kur arrini në Dubai, dhe në fakt dëshironi të arrini diçka, apo jo? Sepse ju jeni fjalë për fjalë në një qytet ku njerëzit janë të gjithë për arritje. Ata duan të arrijnë diçka, ata duan të përmirësohen, e drejtë, ose financiarisht, shpirtërisht, fizikisht, mendërisht. Të gjithë janë në Dubai për të qenë në një pozitë më të mirë kur të largohen se sa kur arritën këtu. Kjo është ajo që Dubai në thelb ka të bëjë. Pra, nëse keni para, gjë që unë e di që shumë prej jush po e shikoni këtë, gjë që më duket shumë e lezetshme që e shikoni këtë kanal, me qëra fjala, doni të filloni të mendoni për një plan B. Ndoshta nuk lëvizni tani, por duhet të keni diçka në xhepin tuaj. Vetëm në rast se gjërat shkojnë poshtë në vendin tuaj dhe ju duhet të largoheni, ne do të shqyrtojmë saktësisht se si ta bëjmë me këtë në një video të ardhshme. Prandaj siguroni që ta abonoheni, qëndroni të rrezikshëm dhe do t'ju shoh në videon tjetër.